djali i Donald Trumpit, që ishte në Beograd, ku shkon për një vizit, sigurisht ai nuk ka asnjë post zyrtar, por ai ka një rrjete sociale shumë të pasura dhe thotë unë jam Trump Junior. Tani, ky është mbështetës apo i fut sërkëm si Vučićit kur shkon aty? Atë me siguri absolute nuk e din askush përveç se ai vetë. Po ti e di se the që mund të ka shkuar për të bërë keq o mirë. Çdo gjë mund të jetë sepse po luhet për një rend të ri botror dhe po lvizet. Pa Vučićit domethënë. Unë besoj që koha e Vučićit ka marrë fund sepse është tash 13 vjet qeveri. Dhe çdo Serbia del më fort apo me dollars kam intereson. Për mu, Serbia kam shpresa optimizmit, ndoshta jam lloj gabum, do vinë një qeveri që do jetë më përpërëndimore dhe do jetë shumë më e gatshme që të bëjnë marrëveshje dhe të mbyllet konflikti Kosovë-Serbi. Nuk e voton populli serb një qeveri përpërëndimore, ky është problemi. Populli serb nuk voton një qeveri përpërëndimore, sepse është një popull që nuk mendon në atë mënyrë. Pra është e pamundur që të ndodhi diçka. Koshtunica ka qenë, kryeministri që vrau ishte propranimor. Asnjëri ishte propranimor. Koshtunica filloi, Koshtunica solli gjithë ushtrinë në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovsk. Ku ishte president? Presidenti që u vra nga grupet radikale. Presidenti që u vra se ishte kokra e trafikantit drogës. Tani ne nuk e dim, por flitet që ka qenë ose dinë, po ta themi në gjyqin që doli, në gjyqin që u bë procesi atyre që e vran, e nxorën që ishte bashkëpunëtor me ta në trafikun e drogës. Dhe çfarë ishte një qeveri pro-perëndimore. Një popull që mendon se perëndimi mori 16% territorin në Kosovë, një popull që mendon se e ka bombarduar perëndimin, nuk mund votojë qeveri pro-perëndimore. Do të dalë thaç një qeveri që do vinë nga njerëz intelektual, nga njerëz që domenojnë më holl, problemi është intelektualiteti i Serbisë nga mban. Pra, intelektualiteti i Serbisë mendon që ndaj Serbisë është bërë një padrejtësi e madhe historike. Jo të gjithë e menojnë kështu. Nga Beogradi e poshtë totalisht. Ata janë shumë patriotë dhe anën patriotike që e kanë shumë theksume dhe ne si kom duhet jemi po aq edhe më shumë se ata që ne të arrim që të marrim drejtat tona të mohuara që në konferencë Berlindit.